Në shumë komuna të vendit nuk shpëtoi fatkeqësisht as komuna e Prizrenit, e cila njëkohësisht u përfshin nga të njëjtat, e madje në disa fshatra të kësaj komune, ujrat në fakt arritën që të deportojnë edhe në brendi të shtëpive, për çka autoriteteve komunale ju desh që së bashku me zjarrfeksit të ndërhyjnë për të evakuuar disa banor, kryesisht të hasit të kësaj komune. Megjithatë, vlen të theksohet që shkak i rreshjeve të shumta të shiut edhe niveli i ujit këtu në lumin e bardhë në Xhonaj të hasit Prizrenit është rritur shumë, andaj si pasojë e kësaj të gjitha shtëpit, pra të cilat gjenden pak më poshtë janë të përfshira nga i njëjti dhe po ashtu perimetri për aq sa e përshkuam ne derisa erdhëm në këtë pikë, pam që shumica e tyre janë të prekura nga kjo sasi e madhe ujit, e cila siç u bë ditur pra është goxha e madhe dhe ka ardhur shkak i të rreshurave atmosferike. Megjithatë, për të kuptuar më tepër se si është gjendja në komunën e Prizrenit dhe si ka qenë në fakt më saktësisht gjatë ditës së djeshme, këtu pranë vetes e kam edhe kryetarin e kësaj komune, zotri Shaqir Totaj. Kryetar, faleminderit për kohën. Mund ta tregoni se si e vlerësoni gjendjen në komunën e Prizrenit dhe sa janë dëmet e shkaktuara nga këto vështrimet, themi, deri në këto orë të cilat po flasim. Unë s'pare ju falenderoj juve për angazhimin, për më informuar opinionin publik, përndryshe jemi në fshatin Xhonaj, te ura, te lumi Drini i bardh, edhe po shihet se niveli i ujit është rrit shumë, si pasojë e të rreshurave atmosferike, diku 24 orë nuk është nal shiu, edhe në këtë zonë të hasit, domethënë në fshatin Xhonaj, po edhe në breg Drini edhe në Krajk, kemi pasojë edhe më serioze sepse disa familje janë evakuuar. Kanë shkuar te familjarët e vet nëpër zona më të sigurta, kurse ekipet emergjente të drejtorisë emergjencave të Prizrenit janë në terren vazhdimisht. Jo vetëm në has që kemi probleme edhe në pjesë tjera. Në qytet, fatmirësisht nuk ka pas probleme, po në pjesën ka zhupa të një hotel apo restoran River Hill ka pas pak probleme, sepse ka pas përveç lumi që ka pru ujë, ka pas edhe rreshje dhe kanë ardhur nga malet ka ardhur ujë. Në anën tjetër, në periferitë të qytetit, ekipet emergjente të komunës së Prizrenit kanë dalë në terren edhe kanë pastruar kanalet për me mundësu lëvizjen e ujit edhe për me mundësu largimin e një sasie të madhe të ujit për të kriju prap kushte për më kthy jetën në ato vende. Vazhdimisht jemi në terren edhe me gjitha ato mundësi që i kemi, do të bëjmë maksimumin që qytetarëve t'ju dalim ndihmë aty ku kemi mundësi. Kisha apelu që të mobilizohet edhe qeveria, sepse qeveria ka resurse më tepër, ka kapacitet më tepër, edhe mos qëndroni indiferent sepse po ballafaqohemi me një situatë emergjente e cila kërkon përqendrim, kërkon mobilizim për t'ju dalë në ndihmë qytetarëve. Përndryshe në territorin e komunës Prizrenit, që nga viti 1979 nuk ka pas vërshime më të mëdha, atëherë kemi pas atë pafatësi që është rënu ura gurit origjinale, po shpresoj edhe po besoj që nuk do të ketë marrëveshje të shiut, edhe ky nivel kaq i lartë i ujit do të bjen, edhe pastaj do të rikthehet jeta në binar pak a shumë normale. Kishte me qenë shumë e udhës si rekomandim për gjithë ata që ndërtojnë, mos të ndërtojnë afër lumeve, mos të ndërtojnë në zonat rrezikshme, të konsultohen me komunën e Prizrenit, të marrin informacione, të marrin sugjerime se ku duhet ndërtohet, si duhet ndërtohet, në mënyrë që të minimizohet rreziku për probleme eventuale për ntarmen, sepse të rreshurat atmosferike nuk mund t'i kontrollojmë, po mund t'i kontrollojmë veprimet tona që mos t'i ekspozohemi rrezikut të madh, duke qenë të pakujdesshëm se ku po ndërtojmë, çka po ndërtojmë, si po ndërtojmë. Kryetar, si e vlerësoni gjendjen aktuale në Prizren, në bazë të informacioneve që i keni, po ashtu nga krejt ekipet të cilat i keni në terren për t'ju dalë në ndihmë qytetarëve të Prizrenit? Po gjendja dje ka qenë më e vështirë, më e rëndë, sidomos në mbrëmje, sepse kemi pas edhe lumbardhin që kalon nëpërmes të qytetit me një sasi më të madhe të ujit, po sot është pak më. Këtu edhe në këtë pjesë këtu po e shohim që niveli i ujit dje ka qenë edhe më i madh, mirë po besoj që nuk do të vazhdon rreshja, dhe nuk do të vazhdon barashi, edhe rrjedhimisht do të kemi përmirësim të situatës, kurse ekipet emergjente me të gjitha kapacitetet që i kanë janë terren, edhe aty ku po mund me arrit, aty ku kanë qasje, ata janë të gatshëm që t'ju ndihmojnë qytetarëve, po ka raste ku nuk mund të afrohen sepse edhe nuk kanë pajisjet nevojshme, edhe sasia madhe e ujit është pak problematike. Megjithatë, unë e rikonfirmoj gatishmërinë tonë që aq sa mundemi, me aq kapacitetet sa kemi, t'jemi gjithmonë të gatshëm. Faleminderit për kohën. Faleminderit juve për gatishmërinë dhe për informimin e drejtë të qytetarëve.
Në fakt, po shohim edhe disa qytetarë të cilët mbase nga paniku pra i rritjes së nivelit të liçenit të Drinit të Bardhë, të lumit në fakt të Drinit të Bardhë, po i shohim që kanë ardhur për ta parë se çfarë po ndodh. Megjithatë vlen theksohet që ne paraprakisht e patëm të pamundur që të vazhdojmë tek fshatrat e prekura në fakt nga këto vërshime për shkak të kësaj lidhje direkte, të cilën e patëm paksa kohën e kufizuar, por vlen theksohet që ne do të vazhdojmë pas të njëjtës në për vendet e prekura dhe padyshim që krejt informacionet do të sjellim për shikuesit në edicionet e tjera informative të televizionit. Endrita, faleminderit juve dhe mësafirit tuaj për këtë raportim të drejt për drejt, ndërkohë që dëm e pati edhe